çdo herë e gjejmë thotë se përmendet numri 50.000 vite para njerëzimit, 50.000 vite qëndrim në mahsher, thotë a është edhe vend qëndrimi në dynja 50.000 vite. Jo, nuk e gjejmë çdo herë, por poshtë e vërteta e që është sekur 50.000 vite para se me njerëzim, pa e ka të bëjë me kader. E ka të bëjë numri 50.000 para krijimit të njerëzimit, ka të bëjë me krijimin shënimin e kaderëve. Shënimin e kaderëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka thënë hadith të vërtet: كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. Allah I ka shkruar kaderët saktime të krijesave të tij para se të krijojë tokën dhe qiejt 50.000 vite, dhe arshi I tij ka qenë mbi ujë. Këpë më kuptu se Allahu te bareke ve teala shumë herët para se me ekzistu krijesat, para se të krijojë krijesat, e njeriu është krijesa e fundit. Njeriu është krijesa e fundit. Janë qiejtë, toka, këto planete, tani këto mahlukatën, këtë tokën, deti, hajte. I fundit është Ademi, alayhi salam. Për ata Ademi është krijuar ditën e xhumas. Allahu ka fillu krijimin e krijesave ditën e diel. E ka përfunduar ditën e xhuma. E pejgamberi ka thonë me hadith sallallahu alaihi wasallam për ditën e xhumas, ne të kriju Adem fiha khuliqa Adem wa fiha udkhila al-janna wa fiha ukhrij minha wa la taqumu as-sa'atu ila yawm al-jum'a. Ditën e xhumas është kriju Ademi. Ditën e xhumas është futur në xhenet. Ditën e xhumas është nxjerrë për xhenetit dhe nuk do të bëhet kiameti vetëm se ditën e xhumas. Pra Ademi kriju fundit. Tjerët e kriju më herët. Pra Allahu tregon se krijesat ndodhit, caktimet janë krijuar, janë definuar, janë shënuar herët. E që ka për qëllim, dija e Zotit është e hershme. Allahu I din gjanat para se me ndodhur. Për shembull, a ka ditë Zoti që ne na me majtë këtë emision sot me 12 maj? Po 11. Me 11 maj 2023, dita ajte, ora 21 pak minuta të kësaba. A ka ditë a se ka ditë? Ja, më ka ditë se ka ditë. A ka ditë Zoti që këta ujë ka me kanë qëto, e që ke gotë ka me kanë qëto? E ka ditë. E ka ditë a se ka ditë? E ka ditë. Që dije që ka ditë Zoti, që o dije hershme Zotit, e ka shënuar 50.000 vite para se me kriju të këni qi. Po të njëtën kur Zoti e ka ditë që ta shora 21, prapë 11 maj, 2023, ka njerë që në të piraki, a janë? Ka njerë që të lupi gjaz, apo? Ka njerë që në të vjedh, hajna, ka njerë që në pi drogë, ka njerë që në të rej, ka njerë që në të vra. E ka ditë të nashtu? I ka ditë. Po ka njerë që në në gjami, ka njerë që në të lezun Koran. E ka ditë të nashtu, që të kohë, qështash? Këtan e ka ditë. Mirë, a më shtini më Zotë me zërë marë qëto? A të shtini ty me zërë marë qëto? Pa dhe atën kafe se shtini me zërë, pa dhe atën me vjedh nuk e shtini me zërë, pa dhe atën gjami nuk e shtini me zërë, pa dhe atën me vrade nuk e shtini me zërë. Andaj mas të trobi, jo valla, e pas ka ditën, pas ka shti, po e ka shkru për te ke lypë, e ka ditë që kemi lypë ti. Sa e i ka ditë me të tua para se me linë të këtë dynja, para se marë. E ka ditë çfarë budallë kime kanë, të se çfarë I mesmi kime kanë, ka kemi jamajt, andaj çka kemi vepru, andaj të ka shënu. Kaq. Për botën 50.000 vite, ndërsa për rinjallje, po ajo është me Koran. është me Koran, surët al-Ma'arij. 50.000 vite, fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sene. Atë ditë kur distanca, gjatësia sa është 50.000 vite. 50.000 vite, në fakt, për ditën e gjykimit,
nuk janë të gjithë ulemat konsensus se dita e gjykimit është 50.000 vite. Ka të shumica që është 50.000 vite, por ka të atil që mendojnë se është 1.000 vite. E ceko në surët e seqte. Tamam? E tani, që ka deshtë Allah me thonë me këte 50.000 vite dhe me këte 1.000 vite, janë mendimet shumëta të ulemave, të cilat vendësh tëfsira që nuk është të me cek, pra, dita e kiametit ditë e gjatë, se në bas të gjitha gjasave, 50.000 vite. Para se me kryu tokën dhe qiejtë, Allahu i ka shënuar me kadir el khalq, caktimet e krijesave, kadiret e tyne, 50.000 vite, por kjo nuk do të thotë në asnjë mënyrë që jetë e kësaj bote, jetë gjatësia e kësaj bote është 50.000 vite. Asnjëherë. Ja, i gjatësia e kësaj bote, Zoti dhe më së miri, nuk e ka gjatë kohë, ma pak është. Shumë ma pak. Shumë ma pak se sa 50.000 vite. Ka për ulemave, sikur Suyutiu, e djetarët të shekullit 10 Hijri. Thotë se kjo botë ka 7.000 vite. Dhe se kjo dunja nuk jetën me 7.000 vite. Por natyrisht, këto janë mendimit tina, mendimit ti, mirë po, kiameti është i msheft. Por, unë mendoj se nuk është ashtu shka thonë Suyutiu, kam analizuar këtë mendim të ti bukur gjatë. Bota ka më shumë sa 7.000 vite, do të ketë ende, por nuk e besoj, e Zoti e din gjithmonë, nuk e besoj që shkën 50. Ja, së tonë kiameti, jena kiameti afër. Allahu e din më së miri.